Në shekullin e 15 në zemër të Ballkanit, një luftëtar shqiptar u bë simbol i rezistencës kundër një prej fuqive më të mëdha të kohës, Perandorisë Osmane. Emri i tij ishte Gjergj Kastriot Skënderbeu. Për më shumë se një çerek shekulli, ai udhëhoqi princat shqiptar në luftën kundër një superfuqie që kishte pushtuar pjesën më të madhe të Europës juglindore. Por ndërsa jeta e tij është dokumentuar në kronika, fati i eshtrave të tij mbetet një nga misteret më të mëdha të historisë shqiptare. Dimri i vitit 1468, në qytetin e Lezhës, Skënderbeu ishte i smur në gjendje të rëndë. Luftrat e shumta dhe vitet e gjata në fushë betejë kishin lodhur trupin e tij. Më 17 janar 1468, ai ndroi jetë. Vdekja e tij ishte një goditje e madhe për shqiptarët dhe aleatët e tyre europian. Ai u varros me ndërime të mëdha në katedralen e Shën Nikollës, një nga kishat më të rëndësishme të qytetit. Ky vend kishte rëndësi të veçantë sepse pikërisht në këtë qytet, në vitin 1444 ishte formuar Lidhja e Lezhës, aleanca e princave shqiptar që bashkoi forcat kundër osmanëve. Në atë moment askush nuk mund ta imagjinonte se varri i tij do të bëhej një mister për shekuj me radhë. Pas vdekjes së Skënderbeut, rezistenca shqiptare filloi të dobësohej. Në vitet që pasuan, shumë kështjella ra në duart e osmanëve. Princat shqiptar humbën aleatët dhe territori u pushtua gradualisht nga Perandoria Osmane. Në fund të shekullit të 15, edhe Lezhë ra nën kontrollin osman. Dhe pikërisht atëherë ndodhi diçka që do të ndryshonte përgjithmonë fatin e varrit të Skënderbeut. Një nga kronikat më të përmendura për këtë ngjarje vjen nga historiani osman Mehmet Nesri. Sipas tij, kur osmanët pushtuan Lezhën, varri i Skënderbeut u hap dhe eshtrat e tij u nxorën nga sarkofagu. Arsyeja ishte e pazakontë. Ushtarët osman besonin se trimëria e tij kishte një fuqi të mbinatyrshme. Prandaj shumë prej tyre morën pjesë të vogla nga eshtrat dhe i përdorën si amulet në luftë. Në kulturën e kohës ekzistonte besimi se forca e një luftëtari të madh mund të kalonte tek ai që mbante eshtrat e tij. Nëse kjo histori është plotësisht e vërtetë, atëherë kjo do të thotë se eshtrat e Skënderbeut u shpërndan dhe u humbën përgjithmonë. Pas pushtimit, katedralja e Shën Nikollës pësoi ndryshime të mëdha. Në periudhën osmane, kisha u dëmtua, më pas u kthye në xhami. Një pjesë e strukturës u shkatrua. Gjatë këtyre ndryshimeve, shumë historian besojnë se varri mund të jetë dëmtuar ose zhdukur. Në këtë skenar eshtrat mund të jenë humbur, mund të jenë përzier me tokën e vendit, ose mund të jenë zhvendosur pa u dokumentuar. Ekziston edhe një tjetër teori, më pak e provuar. Sipas disa studiuesve dhe traditave lokale, besimtarët shqiptar mund të kenë hapur fshehur Razivarin dhe të kenë marrë eshtrat për të shpëtuar nga osmanët. Në këtë teori, thuhet se eshtrat mund të jenë fshehur në një vend sekret, ose të jenë varrosur në një kishë tjetër, por deri më sot nuk ekziston asnjë dokument historik që ta vërtetojë këtë. Në shekullin e 20 u bën disa kërkime arkeologjike në vendin e varrit. Në Lezhë, arkeologët zbuluan themelet e katedrales mesjetare, strukturat e kishës ku ishte varrosur Skënderbeu. Mbi këto rënoja u ndërtua memoriali i varrit të Skënderbeut. Ky kompleks përkujton vendin ku mendohet se ndodhej varri origjinal, por gjatë gërmimeve nuk u gjetën eshtra që mund të identifikoheshin si të heroit kombëtar. Sot, më shumë se 550 vjet pas vdekjes së Skënderbeut, pyetja mbetet e hapur: ku ndodhen eshtrat e një prej figurave kryesore të historisë shqiptare? Historianët konsiderojnë 3 mundësi kryesore: u shpërndan nga ushtarët e Perandorisë Osmane, u humbën gjatë shkatrimit të katedrales, apo u fshehen dhe ende nuk janë zbuluar. Asnjëra nga këto teori nuk është provuar plotësisht. Edhe pse eshtrat e tij mund të jenë zhdukur, trashëgimia e Gjergj Kastriot Skënderbeut mbetet e gjallë. Ai vazhdon të jetë simbol i rezistencës shqiptare, figurë e rëndësishme në historinë europiane dhe një nga strategët më të mëdhenj të mesjetës. Dhe ndoshta, pikërisht misteri i varrit të tij e bën historinë edhe më të fuqishme, sepse ndonjëherë legjendat jetojnë më shumë se varret. Gjatë jetës së tij, Gjergj Kastrioti Skënderbeu kishte lidhje shumë të forta me Selinë e Shenjtë. Papët e kohës e shihnin atë si mbrojtësin kryesor të krishërimit në Ballkan kundër Perandorisë Osmane. Një nga mbështetësit më të mëdhenj të tij ishte Papa Piu II. Ky pap kishte planifikuar madje një kryqëzat të madhe kundër osmanëve, ku Skënderbeu do të ishte komandanti kryesor i forcave në Ballkan. Edhe pse kryqëzata nuk u realizua kurrë, marrëdhënia mes Skënderbeut dhe Vatikanit ishte shumë e fortë.
Në dokumentet papnore ai quaj atleta Krishti, kampioni i Krishtit. Pikërisht këtu lindi një teori intriguese. Disa historian dhe studiues kanë sugjeruar se pas vdekjes së Skënderbeut, Selia e Shenjtë mund të ketë qenë e interesuar të ruante eshtrat e tij. Në mesjet ishte shumë e zakontë që eshtrat e figurave të shenjta ose të heronjve të krishterrimit të ruheshin si relike të shenjta në kisha ose në Vatikan. Duke qenë se Skënderbeu konsiderohej një nga mbrojtësit më të mëdhenj të krishterrimit, disa studiues mendojnë se eshtrat e tij mund të jenë transferuar fshehurazi për të mbrojtur nga osmanët. Sipas kësaj teorie, skenari mund të ketë qenë i tillë. Kur u bë e qartë se Lezhë do të pushtojë nga osmanët, kleri lokal mund të ketë hapur fshehurazi varin. Një pjesë ose të gjithë eshtrat mund të jenë marrë nga priftërinj ose nga aleatët e Skënderbeut. Eshtrat mund të jenë dërguar në Itali përmes rrugëve detare. Në atë kohë shumë shqiptar u vendosën në Itali, veçanërisht në zonat ku sot jeton komuniteti arbëresh. Prandaj disa mendojnë se eshtrat mund të jenë ruajtur në një manastir ose kishte lidhur me Vatikanin. Problemi kryesor me këtë teori është mungesa e dokumenteve. Arkivat e Vatikanit janë ndër më të mëdhaja dhe më të fshetat në botë. Shumë dokumente nga mesjeta nuk janë studiuar plotësisht ose janë ende të mbyllura për studiuesit. Deri sot nuk ekziston asnjë dokument që thotë qartë se eshtrat e Skënderbeut ndodhen në Vatikan. Megjithatë, disa historian besojnë se mund të ekzistojnë dokumente të pashqyrtuara që lidhen me këtë çështje. Një teori tjetër e lidhur me këtë hipotezë përfshin komunitetin arbëresh. Pas pushtimit osman, mijëra shqiptar u larguan drejt Italisë. Ata krijuan komunitete që ekzistojnë edhe sot. Disa studiues kanë sugjeruar se eshtrat e Skënderbeut mund të jenë dërguar në një kishë arbëreshe dhe mund të jenë ruajtur si relike të shenjta, por edhe kjo teori nuk është e provuar. Faktet historike të sigurta janë vetëm disa. Skënderbeu vdiq në Lezhë në vitin 1468. Ai u varros në katedralen e Shën Nikollës. Pas pushtimit osman, varri i u hap dhe eshtrat nuk janë gjetur kurrë. Gjithçka tjetër mbetet hipotezë. Sot në memorialin e varrit të Skënderbeut në Lezhë, vizitorët mund të shohin vendin ku mendohet se prehej heroi kombëtar. Por sarkofagu është simbolik. Ndoshta një ditë në një arkiv të harruar ose në një manastir të vjetër, historia do të zbulojë të vërtetën. Por deri atëherë, misteri i varrit të Skënderbeut vazhdon.